pa fund. Është e vërtet që media është e kapur, po unë punoj në një media që nuk ka shanse një herë në 2 ditë apo një herë në 3 ditë mos t'i vi 1.5, 2 milion, 600.000 euro, 800.000 euro job nga hiçi. Ky është realiteti. Për të marrë njerëzit të cilët janë pranë qeverisë që të mbrojnë tezat e tyre dhe të bëjnë një dialog apo një debat konstruktiv, nuk ka shanse që të hapin telefonin. Domethënë, neve e dim se çfarë duhet bëjmë. Unë jam me Ergysin. Tek ajo pjesa teorikisht Ergysi është 100% i saktë. Po jemi tek kjo pjesa që jemi këto kushte. Jemi neve kaq 50 veta që mendojmë ndryshe nga njëri tjetri të gjithë. Kemi mendojmë ndryshe, po jemi mbledhur për të vendosur një emërus përbashkët se po na ikën prej duarsh jeta. Kodin zgjedhor, kam vajtur një fjalim për kodin zgjedhor, prap njerëzit donin me tregu se çka ke bërë ti me jetën. Ore, e din gjithë njerëzit çka kanë bërë me jetën. E din edhe për Ergysin, e din edhe për X-in, për Y-in. Nuk kemi ardhur me tregu për me i bë PR vetes, çfarë do bëjnë zgjidhje. Zgjidhja vetëm është ose tek ai kodi zgjedhor i detyruar 100% trafik kombëtare kush nuk del në votime. Dhe ta shikojnë njerëzit e shesin apo nuk e shesin votën. Dhe votimi elektronik numrim. Qa që ka kjo komisioneri XY, jo po pizza, jo po leva, jo po më dha 500 euro, jo më dha 200 euro, jo po më dha falso. Ne i kemi shkollat grove, i kemi për tokë shkollat. Më ka pyetur një student im, profesor në provim. Unë tani e mora vesh që Xhibuti është në Afrikë. Nuk ndje mirën se marr rrogën e tij. Se çfarë pedagogu jete kur nuk je student? Ose pedagogu, studenti që të prove, ma kalon një copë 5 vëlla se do ikin në Angli. Edhe ti ke atë krizë morale, t'ja jap 5-ën, ta çojnë në Angli këtë, është gabim. Po ta ngel, janë zi jetën më keq, se sistemi është i kalbur, i gjithë. Ne flasim për drejtësi, kush do japi drejtësi më? Këta janë prodhimi i kësaj shkolle. Kush do japi drejtësi kur në një parti politike, unë jam trajtuar, Ervini është trajtuar si armik, se thua fjalën, po ne fjalën kemi. Po s'më pëlqen më zotri, që më thua 1 kilometër, kemi 1 kilometrin e fundit, duk më pëlqen e vlla, me sa, si e mat kilometrin ti. Me sa metra e ke kilometrin, mos e ka me 200.000 metra kilometrin. Ka vetëm një zgjidhje, që e mendoj unë, që jam ndoshta më i ri unë tavolinë. Greva e URIS, ja kam thënë doktor Berishës, ja thënë prap, për të gjithë njerëzit në moshë janë smur dalun, nuk kam se dalin ne të rinë të grevë urie. E vetë një mënyrë që neve të bëjmë një gjë që të ngrejmë një tezë që të na bashkojnë njerëzit është greva e URIS dhe sakrifica. Kush nga neve ka të drejtë me u fut për të korrigjuar kodin elektoral? Kush na pyet neve? Si? Ishim vlla, Ishim vlla. Fol sa të duash ti. E kam 5 veta, o redon. E kam 5 veta miku im, ta kuptojnë logjikën, më shumë e drejtë kjo. E kam 5 veta, prap ti do merresh, do japësh firmën atje, do bëhet si çdo ti. Të bëjmë pak kështu të egër. Patjetër. Ja ku jemi, unë jam antar i Partisë Demokratike. Po. 2, 3, 4, janë disa antar, 5. Ne po të firmosim sot, shkojmë ke gjyqësori Partisë Demokratike, komisioni që ka. Sot e më ofroj pak mikrofonin dhe për media, faleminderit. faleminderit. Sot neve, kërkesë për përfundimin e mandatit kryetarit sipas ne 48 statutit të Partisë Demokratike. Po. Gjykata po do të thotë jo, sepse janë vjedhur zgjedhjet. Nesër unë jam jurist, avokat kemi disa, i drejtojmë gjykatës. E i themi gjykatës janë vjedhur zgjedhjet apo ka marrë mandatin Berishës. Kemi sigurt që iku Berisha. Tu pasaj ne do sjellin propozime si janë ligje të tjera. A kemi ne kohë që ta bëjmë këtë? Që tani. Dakor? Që tani vlla. Problemi është sa të ha buzë aty kulaç që Berisha që ka kaq teorik sa e bën ti. Por kaq teorik se s'ka ç'a të bëjë, e ka provu Berisha vetë tjetër. S'kam ato fuqi. Punasha kemi neve. Ne kemi hasëm sa të Berisha, oredon. Ketojnë armiq. Berisha sot e kësaj dite Berisha është fenomen, se ka 35 vjet në politik. Edhe ne marrim Berishën jo personal. Berisha është njeriu më pak i dëmshëm në atë parti, duke llogaritur metastazat që e kanë kapur atë parti. Atëherë aty.
Do vdesin A gjithë sa kupton? ti Berisha. Problemi është sa kemi neve mundësi të penetrojmë në zemër të përbinqit, Leviatanit. Mua më keq tani, hajde ta bëjmë propozimin. Kemi dy ligje themelore që do të ndryshu, ligji për partitë politike si Sarjani dhe kodi zgjedhor. Këto ne do t'i bëjmë konkrete. O zotri, më është bërë gjyqi pronave pa dieni mua, kam vajtur që vi nga gjykata tani. Di unë se kam provu gjyqësoren. Tu të merë gjyqësori dhe thotë unë kam marrë vendim për ty, pa të na lajmëru fare ty. Ku ti drejtojmë unë vëlla? Njeh në njëri Zotin Jezusin, ku e ka shpinë ky zotria? Detyrë me provu, se si do na hesi është punë tjetër. Ideja vëlla është, neve duhet ti friksojmë. Këta nuk friksojnë nga neve me mikrofona. Sepse mua dhe ty, se e bën armik kombëtar Salianin për një. po kam bërë Salianin, më kam bërë mua, do të bëjnë ty tani. Më kam Se ke dhe ti radhën. Do bëhet një tjetër, do dalin një tjetër. Do më thënë, problemi vlla im është, në qoftë se neve dalim dhe themi një fjali që e mendojmë vetë, ti do dalesh pa tjetër i keqi. Dhe mua nuk më intereson fare kjo, mua duhet ja di për zgjidhjen. A është në njëri, nisim neve 5 shumë të rinj, sakrificë për grevurie, tu tregojmë tyre që nuk i marrim armët, se s'di me i përdormë në fund ditës, se na kanë s'kemi ushtri. Se i kanë Amerikanët, për atë punë i kanë për të mbrojtur rendin kushtetues, se kanë për të vendosur gjoba. A ka në njëri nga neve të bëj grevurie këtu? Që tani djalun i pari, i lë të gjitha. Çfarë do kërkojmë? Çfarë do kërkojmë neve? Ato që do kërkojnë në gjykat, të PD-s. Jo, ajo PD-s është e zgjidhshme, është shumë e thjeshtë. Puna është kodin zgjedhor që ne do ta shkruajmë para. Do të kemi një propozim. Ne flasim në ajër, duhet të jetë kod demokratik. Si është demokratik kodi? Si zgjidhet përfaqësuesi i popullit? E kanë provuar. Meqense, jo, ajo që doja të thosha është që të mos ta kthejmë si një debat ndërpersonal, mund të jepni me atë fjalë, mund të flisni edhe të jepni edhe mendimin tuaj për atë që. Unë mendoj që është më mirë debat, është më mirë debat. Jo, të hapet, domethënë mos ngelet si ndërpersonal. Kjo ishte Është ideja. më mirë debat, beso. Pra, e vetmja gjë që neve dim është na duhet një operacion fshesa, miku im. Fiks. Është operacioni fshesa 2.0. Se kush do jenë këta nismëtarët e operacionit fshesa? Domethënë problemi është që edhe te operacioni jon fshesa duhet pastrojmë dhe veten. Se mos del në njëri që pendohet që po i dalë një fuqie 35 vjeçare. Fare ke këto që po problemi qëndron vetëm ke këto partitë që janë këtu që këta kanë zënë ujë dhe uji është qelbur.